Me sloganin Shqipëria nuk shitet, qytetarët e Shqipërisë kanë vijuar për një javë rresht valën e protestave në mbrojtje të zonës së Zvërnecit. Qytetarët dhe organizatorë kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kanë bërë të ditur se tubimet do të mbahen çdo ditë në orën 18. Grumbullimi nis çdo ditë në sheshin Skënderbej, ndërsa më pas protestuesit marshojnë drejt kryeministrisë. Protestuesit kundërshtojnë projektin e parashikuar në Zvërnec, duke kërkuar ndalimin e investimit dhe rishikimin e planeve për zhvillimin e zonës, po ashtu ata kërkojnë më shumë transparencë dhe një debat më të gjerë publik mbi të ardhmen e kësaj zone. Ndërkaq ditëve të fundit protestat janë shtrirë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë, ndërsa protesta janë organizuar edhe në diasporë, me çka mobilizime ka pasur në Milano dhe disa zona të tjera në Itali, në Londër si dhe në New York. Ndërkohë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sërish për protestat, duke i cilësuar ato si çorba dhe spekulime. Në podcastin e tij Flasim, Rama deklaroi se projekti do të vijojë pavarësisht kundërshtimeve, duke theksuar se sipas tij, banorët e zonës janë pro zhvillimit të planifikuar. Projekti do bëhet. Të jemi shumë qartë. Projekti do bëhet sepse është një mirë e madhe për ekonominë tonë, është një bekim i madh për Vlorën dhe është një kapërcim i madh epokal për Shqipërinë turistike dhe për Shqipërinë evropiane. Protestat në Tiranë shpërthyen pas paralajmërimeve se dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, planifikon që në rezervatin natyror të zonës së mbrojtur të deltës së Vjosës Nartës të ndërtoj hotele, apartamente dhe vila. Projekti do të përfshijë gjithashtu shndrimin e ish-bazës ushtarake të epokës komuniste në një resort turistik në ishullin Sazan. Protestuesit kërkojnë së pari dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe anulimin e disa ligjeve që për ta dëmtojnë të ardhmen e vendit, ligjin për investime strategjike, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.